Përshëndetje, ku jemi këtu me bashkimin e datës 9, data 9 prill 2026. Si ditë e enjte, dita e Jupiterit, ku na mëson të ndikohemi dhe të mësojmë shumë nga puna jonë, nga përditshmëria jonë, nga koha dhe gjëra që do vinë, është diçka shumë pozitive. Data 9 ka një ndikim shumë të madh sepse hënën në britsjap sjell seriozitet, disiplinë, realizëm, emocione, bëhemi më të përmbajtur dhe nevojat për rezultate të mira rriten. Është një ditë që ju bën të mendoni për atë që po ndërtoni. Sa e fortë është ajo dhe nëse rruga juaj ka një themel të fortë, nuk keni pse të shqetësoni. Shumë e mirë për vendime praktike kjo ditë, çështje profesionale dhe detyrime për t'i rregulluar në gjërat. Kurse përshtatshmëria në anën tjetër, organizim, punë, kontrata, vendime serioze. Prandaj kur e themi diçka sepse këto planete ku na diktojnë, ne kemi thënë gjithmonë, nuk ndërhyjnë, nuk ka shanse të ndërhyjnë mbi këtë tokë. Por në botën tjetër nuk e diun. Atë duhet parë atje. Por në këtë rast kemi ndikime, diktime. Dhe në anën tjetër shohim sepse kur dim se çfarë bëjmë dhe dim ku do të shkojmë e jemi gati për bërë gjithçka. Por juve që keni udhëtime ose bankat, këtë ditë enjte, mos i lini pas dore. Është një ditë shumë e mirë. Ndihmon një shmasë dhe shikoni edhe vetë se do ecin vaj gjërat. Dakor, mund kemi edhe probleme, nuk është puna se nuk zgjidhen, por janë të zgjidhshme. Këtu është e gjithë historia dhe merseleja. Por ju që doni tani, nëse doni një parashikim të detajuar,